e rëndësishëm, siç e thash edhe më herët, për zgjedhjen e profesionit që bëjnë të rinjt. Për këtë do të diskutojmë sot. Unë në studio kam dy zonja, Eni Kasmi, ekspert e punësimi, kënaqësi rikthehesh në studio. Kemi gjithashtu Ana Lazo, eksperte arsimi, kënaqësi të kemi këtu. Kënaqësi, faleminderit. Kënaqësi. Eni, si duken të rinjt sot? Ajo që duket dilema më e madhe është nëse zgjedhin një profesion që e ëndërrojnë edhe janë të prirur për ta bërë, apo një profesion që paguhet mirë. Si e shikon ti? Duke qenë se janë në kontakt çdo ditë me të rinj që kërkojnë një punë apo aspirojnë diçka. Të rinjt sot mundohen që të kenë një balancë midis asaj që studiojnë dhe asaj që ata duan ta kenë si profesion të ardhmen. Pra, profesionin dhe pasionin ta çojnë në drejtimin e duhur, në punën e duhur, po themi. Mendoj që të rinjt sot janë më të ndërgjegjësuar, dinë se çfarë kërkojnë nga vetja, janë më të përgatitur momentin që ata zgjedhin universitetin, dhe sigurisht pastaj atë mund ta shoqërojnë dhe gjatë kohës që ata studiojnë, ta shoqërojnë me një punë me pak orë, ndoshta me orë të reduktuara apo me punë online, dhe mendoj që janë mirë, dinë çfarë kërkojnë, por ka dhe nga ata pastaj që kanë studiojnë në shkenca në deg shoqërore, të cilat momentalisht vendi nuk ka shumë nevojë për këto deg dhe realisht ato gjenden si të papërgatitur në tregun e punës, për arsye se këto deg vetë nuk shoqërohen me praktika mësimore të duhura dhe gjejnë mënyra alternative për të punësuar dhe sigurisht që ndrojnë profesion, sepse është shumë vështirë sot që të ndodh rrugës, po patjetër. Shkenca sociale apo politike e tjerë. Si e shikoni ju, se ju keni kontakt drejt për drejt me edukimin për karrierën edhe besoj në frontin e parë me pyetjet e para që bëjnë të rinjt. Cili është kurioziteti i tyre më i madh? Atëherë, në fakt, të rinjt bota zhvillohet dita ditës dhe janë më të informuar se ç'ishin më parë, por përsëri është një hendek i madh, do të thoja unë, që ata kanë për sa i përket degëve që ata të zgjedhin në universitet apo profesioneve të së ardhmes. Pra orientimi që kanë, pra për karrierën apo për zgjedhjen e profesionit të dur, dhe dilema më e madhe që ato kanë. Njëra dikur ka qenë para disa vitesh të studioj brenda Shqipërisë apo të studioj jashtë, dhe pjesa tjetër është që cila është ajo degë që unë do të kem perspektiv në të ardhmen, e cila do të më ndihmoj në të dyja fushat që unë të përparoj, edhe të kem sukses në karrierë, por edhe të fitoj të ardhura, pra të jetë një profesion apo një punë e cila do të më shërbej pra për të pasur një karrierë të suksesshme dhe për të qenë ndoshta edhe pjesë e tregut kombëtar, por edhe pjesë e tregut ndërkombëtar. Duke qenë se ju keni kontakt edhe me nxënësit, edhe me studentët pastaj, pra ata kalojnë nga bankat e gjimnazit, shkojnë drejt në universitetit. Sa përqind e tyre në gjykimin tuaj, pas statistik patjetër, janë penduar për degën që kanë zgjedhur? Atëherë, nga kontaktet që unë kam pasur, nuk mund ta them saktësisht me përqindje, po janë një pjesë konsiderueshme të cilët janë penduar për zgjedhjet që ato kanë bërë. Dhe kjo vjen si rezultat i mungesës së theksuar të orientimit apo të këshillimit të mirëfillt të karrierës dhe gjithashtu informimit të dur të programeve të studimit, sepse bëhet në fakt një informim i përgjithshëm i maturantëve, i cili ndodh në mos gaboj në këtë periudhë, pra në fund të marsit, në fillim të prillit, por unë mendoj që ky nuk është i mjaftueshëm, pasi ka pasur raste apo studentë të cilët kanë zgjedhur një degë dhe në momentin që ata janë përballur me programin e studimit, mund të kenë hasur më pas pendes, do të thoja, ose edhe mungesë informacioni dhe janë penduar sepse nuk e shikojnë veten në atë fushë. Do qëndroj edhe për një pyetje të fundit tek ty, sepse sa herë kemi këtë temë në studio, gjithmonë ata që janë në pozicionin e ekspertit të punësimit, edhe në këtë anë të panelit, kanë një problematikë për sa i përket mungesës mjaftueshme për edukimin e karrierës. Që bëhet, po duket sikur dhe ju bini dakord se thua se nuk mjafton kjo kohë. Nuk mjafton programi apo do duhet më shumë kohë apo do duhet më shumë ekspert për të orientuar nxënësit dhe studentët, si e mendon? Pyetja që ju bët në fakt është shumë e drejtë dhe shumë e vëndë dhe janë disa faktorë të cilët ndikojnë. Unë mendoj që së pari ky orientim apo këshillim duhet të nisë në një kohë shumë të hershme, pra sepse kjo është një lëndë që bëhet me zgjedhje në gjimnaz dhe do konsiderohet dhe si lëndë e dorës së dytë, pra nuk ka një
një rëndësi aq të madhe. Unë mendoj që në ciklin 9 vjeçar, sepse aty ndahet dhe zgjedhja ndërmjet gjimnazit profesional dhe gjimnazit të përgjithshëm, sepse kemi dhe zanatet, pra profesionet që tashmë dihet që tregu, besoj zonja mund ta rezultuar të suksesshëm. Po, dhe unë mendoj që në një moshë sa më të hershme të nis është aq më mirë, pra i ndihmon shumë dhe së dyti programe të cilët nuk duhet të jenë thjesht teorike, pra ti orientosh, por duhet të fokusohen tek me biznesin, me një profesion caktuar. Patjetër, dhe këta të rinj duhet të informohen shumë mirë, pra për sa i përket tregut të punës dhe zgjedhjeve që do bëjnë, dhe gjëja ideale që konkretisht Shqipëria në fakt nuk e ka, do të ishte këshillues të mirëfillt karriere, sepse pra lënda këshillim për karriere ose orientim për karriere zhvillohet, por në fakt zhvillohet nga mësues, të cilët janë deri diku të përgatitur, por jo 100% sa do të ishte një këshillues i mirëfillt karriere që e njeh më së miri tregun e punës. Bie dakord deri diku, por nuk mund t'ja lëm vetëm shkollës këtë këshillimin e karrierës. Kjo merret edhe në familje, pa diskutim. Ne kemi shembujt prindrit tanë, të cilët kanë bërë një punë të caktuar, kemi parë sa të suksesshëm kanë qenë ata. Kemi vendosur të ndjekim apo jo rrugën e tyre, rrugtimin e tyre, dhe mendimin e tyre sigurisht ne jemi bërë, sepse brezi im nuk ka pas këshillim karriere, pa diskutim, por unë nuk mendoj që ne kemi gabuar në studimet që ne kemi zgjedhur për të ndjekur. Po, nuk të gjithë, pa një pjesë e madhe ka një dilemë shumë të fortë. Patjetër, po sepse kjo vjen edhe nga mungesa e informimit që kanë prindrit. Vetë prindrit nuk janë të informuar për tregun e punës, vetë prindrit nuk dinë se çfarë bëhet për qark, sepse un kam çdo ditë të rinj apo të reja të cilët kërkojnë punë. Sot kisha një vajzë e cila ishte shumë e mirë, shumë e komunikueshme, kishte studiuar shkenca sociale, vinte nga një familje e cila nuk kishte të ardhurat mjaftueshëm dhe si mundet kjo familje me të ardhurat jo mjaftueshëm të mos jetojë në Tiranë, të çoj fëmijën për të studiuar për shkenca sociale, me gjithë respektin, por të studiosh shkenca sociale o do jesh as dhe të mbetesh në universitet, të jesh një pedagog i mirë apo një mësues apo ku di unë diçka e tillë, pra ti hidhesh arsimit apo vetë profesionit, ose nëse ti e bën atë shkollë për gjetur për të patur një diplomë, është diçka që ti ke dështuar që në kryet herës. Si fakt është problematika pak, se këtë pyetje kam bërë dhe unë, më falë që të ndërhyj, po vetë sistemi se si funksionon sistemi me pikët edhe koeficientet e shkollës. Çfarë kërkon? Shumica e studentëve detyrojnë të zgjedhin këto deg se ato arrin. Çfarë kërkon? Pra, është më mirë. Është më mirë që ky nxënës nga gjimnazi të futet në një institut, qoftë edhe me pak pagesë, pra nga ana e prindërve, të investojnë në këtë drejtim, sesa ati jep një shkollë e cila nuk e hyn në punë. Dhe nese pas nesër në tregun e punës ai gjendet i papërgatitur, sepse është një person i cili nuk ka bërë një praktikë mësimore të duhur, vjen nga një shkollim i cili është një shkollim, po themi, me gjithë respektin, por nëse këto familje janë në nevojë, nuk mund ta çojnë, nuk do ta çosh për një profesion të caktuar që ky fëmijë nesër pas nesër të dalë në jetë, të dalë shpejt, të krijojë të ardhura shpejt. Pra, unë ja vë fajin pak edhe familjes lidhur me pjesën e indicjes që mund të japin, lidhur me pasionin për profesionin. Pra, një prind arrit të kuptojë shumë mirë fëmijën e vet dhe di shumë mirë ku ai çalon. Një fëmijë që çalon në matematik nuk mund ta çosh në ekonomik. Është kështu? Por një fëmijë i cili është ka si pranojnë, thonë që fëmija ju në matematikë është i shkëlqyer dhe do jetë. Dhe jemi sot në këtë amullit të tregut punës. Është roli i prindit që thoteni në roli i prindit patjetër që është shumë i rëndësishëm dhe qëndron deri diku dhe një pjesë e mirë e të rinjve pra kanë atë presionin familjar, do të thënë thonjza, pra që prindi e drejton e orienton, por unë gjithmonë do ta vendosja përsëri theksin aty ku unë e shikoj, domethënë si problematik që mund të zgjidhet deri diku, pra që më së miri të orientohen nga shkolla, sepse përveç familjes më pas është edhe idetë që ata marrin nga bashkëmoshatarët e tyre, për shembull, pra bëhet një miks, një përzierje mendimesh dhe më pas dilema thellohet akoma më shumë. Interesante është, po cilat janë profesionet më të paguara sot? Jo ato reale, po ato që mendojnë prindrit.
Nëse ke informacion, për shembull, për orientimin që japin.